dhe organeve tjera që të fshehin sa të jetë e mundur to prova që të mos komprometojnë nesër për sa i përket vazhdimit të proceseve dhe të ndjekjeve penale që do të bëjnë avokatët në ngritjen e akuzës për sa i përket atyre që mund të kenë përdorur forcën, dhunën, mund të kenë shkelur ligjin dhe mund të kenë abuzuar me detyrën në kushtet e tyre të paraburgosura. Sepse edhe ajo masa e sigurisë, sikur është quhen ekstrem, se okay, dje në 72 orë, por nga par dje më të ishte dhënë sot, e kanë lënë për nesër. E kanë lënë për nesër sepse ata e dinin që sot ishte protesta. Dhe nuk mund t'i nxirrin sot ata të paraburgosur, po duan që ta mbarojnë të gjithë kufirin që është 72 orë. Sepse ligji thot deri në 72 orë, nuk thot taksative 72 orë, po thot deri në 72 orë. Pa do thot që prokurori, nëse shikon të arsyeshme edhe brenda 24 orëve ose 48 orëve, mund t'i nxjerrë këta të paraburgosur në seancë gjyqësore për vlerësim mase. Por ky prokuror, me sa duket është shumë i vullnetshëm dhe i gatshëm për t'i shërbyer politikës, për t'i shërbyer pushtetit që është në fuqi dhe të ngrej akuzën e plot për të gjitha paraburgosur. Pavarësisht se këta janë të paraburgosur, politik i konsiderojnë sepse këta kanë qenë në protestë. Këta nuk kanë shkelur asnjë ligj të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Ta kanë qenë thjesht të thirrur në protestë dhe kanë protestuar kundër padrejtësive që i janë bërë. Pse ai prokuror nuk arreston atë kushtetar, se ka mirë emri kushtetar që po ta ndash në dy, do thosha indicia të emër pusht, do thotë njeri lik dhe tar, do thotë që ka vjedhur gjithçka. Pra, këta pushtetarë, pse nuk reagon prokuroria për t'i arrestuar, por ta një pambrojturi, ta një qytetari të thjesht i cili ngre krye dhe kundërshton një pushtetar që është bërë me miliarda, ka të drejtë të arrestoj me njërë dhe të baj 72 orë atje duke i bërë dhe presion dhe duke shkelur dhe ligjin përsa i përket drejtës së tubimeve që është e drejtë kushtetuese ndërkombëtare, nuk është e drejtë e vendosur dhe që na i ka dhënë pushteti që është sot në fuqi. Avokat, por tani kjo situatë ndoshta i hedh më shumë benzinë zjarrit edhe për protestën sonte. Sigurisht, edhe kjo ishte arsyeja që mos lejimi ose mos dalja në seancë gjyqësore sot të vlerësimit të masës ndaj këtyre personave të ndaluar tashmë i është frika sepse këta do sjellin me vete dhe pjesën tjetër dhe masa që del atje për protestën sot, këta i trëmben një masë të madhe. Por si t'i mbajnë këta në paraburgim, si mos t'i mbajnë këta në paraburgim, populli do dali në mënyrë masive në protestë dhe do ta bëj thirrjen dhe do kundërshtoj dhe do majë qëndrim për rrëzimin e këtyre pushtetarëve të cilët jo vetëm që kanë shpërdoruar detyrën, jo vetëm që kanë vjedhur, por ta kanë shkelur një betim të cilin e kanë kryer në momentin që kanë marrë pushtetin, që do kryejnë detyrën në mbështetje të Kushtetutës dhe ligjit. Këta janë miliarderë sot, kanë vjedhur aq shumë sa nuk ju hyn trembe syri për sa i përket pjesës ligjore, sepse këta kujtojnë si kur janë pashallarët e këtij vendi dhe këta kërkojnë të bëjnë gjithçka. Unë do ta mbështesja këtë dhe me një rezolut të Bashkimit Evropian dhe të Parlamentit Evropian, i cili sot jo vetëm që ka kritikuar pushtetin dhe ka ulur në një mënyrë drastike të gjithë atë sukses gjoja të ngritur artificialisht nga kryeministri i Shqipërisë, por i ka rënë në minimum fare e gjithë ajo dhe
gjithë Parlamenti Evropian ka mbështetur në mënyrë masive protestën dhe kërkon abrogimin e ligjit 21/2024, ndalimin e investimeve në strategjike dhe ndalimin e shitjes së pronës shqiptare. Kështu që gjithë kjo lëvizje ka bërë një jehon europiane dhe ndërkombëtare, ka bërë një jehon popullore, ka bërë dhe një jehon politike dhe sociale. Por si do kulmoj sonde, avokat? Atëre, ashtu siç ka kulmuar i nderuar gazetar në gjitha këto ditë, e gjithë protesta tregon kulturë qytetare dhe do kulmoj me një thirrje, ashtu siç ka qenë thirrja përhershme e gjithë tyre 34 ditëve që për dorëheqje pa kushte të qeverisë, ashtu do të jetë edhe sot paqësore me lule, duke mbështetur të gjithë organet ligjore të shtetit, por duke protestuar në mënyrë paqësore dhe duke bërë thirrje për rrëzimin e kësaj qeverie dhe të këtij pushteti abuzues dhe shpërdorues. Sot ka edhe ditëlindje, se dia do ketë kohë t'i dëgjoj. Jo, ai e ka kohën sepse të gjithë pushtetarëve i ka hyrë frika. Kështu që ai edhe urimin e mori nga të gjithë emigrantët e diasporës që për ditëlindjen e tij, ashtu siç mori urimin, mori dhe thirrjen që je i pushuar nga puna, që ditën e hënë më tatë 6 duhet të jesh i pushuar nga puna dhe mos u paraqit më në punë. Pra, ky verdikt i popullit, i cili i dha të drejtë që ta drejtojë të vend, ashtu ja heq edhe këtë drejtë që mos ta udhëheqë dhe mos ta drejtojë më të vend, por të qëndrojë pushim dhe të presi kur organet ligjvatuese të zbatojnë ligjin dhe ta marrin dhe të verifikojnë të gjithë pasurinë dhe kapitalin e tij. Avokat, lutem edhe diçka, sepse ka rrallë në kufi nga Kosova për në Shqipëri. Si pasojë dhe verifikimeve të personave që hynë për shkak, besoj edhe të protestës. Kryeministri herën e kaluar tha që nuk ishte diaspora, por shqiptarët të Kosovës, të Prishtinës, edhe të Tetovës, ata që erdhën në Tiranë. Të rrallë, mendoni që do ketë shqiptar nga Kosova dhe nga Trevat? Atëre, unë mendoj që sepse po t'i bëj thirrje që e gjithë Kosova të vijë në Shqipëri, do të ishte një gjë shumë e mirë. Sepse kjo protestë që po bëhet një protestë për asgjë tjetër vetëm për abuzimin e një pushteti. Dhe kjo që ndodhi sot në Shqipëri do ndodhi nesër dhe në viset shqiptare. Ne duam një territor shqiptar të fortë, me qeveri të pastër dhe me një integrim në Europë me moralitet dhe me integritet. Që o thot një shtet i pastër dhe një popull që është shumë paqësor dhe shumë dashamirës ndaj Europës dhe ndaj Bashkimit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që në këto kushte, unë do të thosha që epitetet e kryeministrit kanë rënë vazhdimisht në mënyrë periodike dhe të vazhdueshme me gjithë epitetet, jo agent Izraeli, jo agent Amerikan, jo agent Sovjetik, jo agent Irani. Reagoi dhe Putin, reagoi dhe Kremlini. Sigurisht që kur i ngacmon do tjerët patjetër që do reagojnë dhe unë do thosha është mjaft qesharake, ajo akuzë që ngre kryeministri. Avokat, po si ka mundësi avokat, kaq pak sa jemi këtu në gjithë botën e bëjmë që të përfshihetu? Shiko, atëre ne jemi një nga vendet më të bukura dhe një nga vendet me një pozicion të shkëlqyer geostrategjik për cilin e lakmojnë shumë vendet e Europës të coptruar që kemi ne, sepse është një nga vendet më të bukura. Dhe prandaj e lakmojnë dhe prandaj është bërë gjithë kjo jehon, sepse vetë gjithë protesta ka qenë mjaft paqësore me lule dhe nuk është thyer një xham
për 100.000 veta dhe 150.000 veta që kanë qenë protest. Pra kjo tregon kulturën tonë, nivelin tonë dhe edukatën e këtij populli të lashtë, të cilit me shekuj janë bërë padrejtësi dhe kërkon që të rivendosen në këtë shekull të gjitha padrejtësitë që janë bërë. Duke uruar që sonte gjithçka të shkojë